Unë mendoj që qytetarët e Republikës së Kosovës si kur më parë e kanë tashmë të qartë agjendën për të krijuar kriza të Albin Kurtit. Edhe herën e kaluar, edhe sidomos tash, përgjegjësi kryesor pse Republika e Kosovës, se Kosova shkon në zgjedhje, është Albin Kurti, i cili fshihet prapa marrëveshjes së Ohridit, të cilën vetë e ka pranuar dhe e cila parasheh autonomi substanciale për serbët në veri dhe eksterritorialitet për kishat ortodokse serbe. Për të ikë përgjithsisë edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Albin Kurti do të prodhoj kriza të vazhdueshme, do të mundohet të nxjisë zgjedhje jo vetëm këtë maj ose qershor në të cilin po hym, por do të mundohet që të nxjisë zgjedhje edhe në dimër, por edhe në praverën e ashme. Sa të është Donald Trump në shtëpinë e bardhë, sa të e kemi këtë Bashkim Evropian që i bën presion për jetësimin dhe implementimin e marrëveshjes së Ohridit që vetë ka pranuar, ai do të mundohet që të krijojë kriza dhe kështu i ka dy leva. Në njërin anë e ka pushtetin dorë, i ka xhipat e blinduar me xhama të zi, i ka parat e taksa paguesës të Kosovës, të cilët i shpërndan dhe abuzon me to të qytetarët të Kosovës për të blerë vota, dhe në anën tjetër nuk ka përgjegjësi para bashkisë ndërkombëtare sepse funksionon me ushtrues detyre. Dhe atë që ka bë tash pothuajse 2 vjet për vete, që në shumicën e rasteve ka udhëheq me ushtrues detyre, këtë do të mundohet ta bëj edhe me Albulena Agjiun, e cila 24 orë do të shërbej agjendës tij destabilizuese. Dhe unë mendoj që mbrëm, hiç më lart se mbrëm, qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë parë se kush është fajtori. Albin Kurti nuk don dialog, Albin Kurti nuk don kompromis, Albin Kurti nuk don marrëveshje politike me asnjë parti shqiptare në Republikën e Kosovës. Prandaj ai e bëri këtë spektaklin që e bëri dhe Kosova shkoi në zgjedhje. Po edhe një herë paralajmëroj qytetarët e Republikës së Kosovës, e kanë bërë edhe herën e parë në zgjedhje. Pra, nëse qytetarët kanë menduar dhe mendojnë që me kaq e lënë ky njeri, unë mendoj që edhe ne gabojmë, sepse këtë do të mundohet që të na çojë sërish në zgjedhje pasi që këto zgjedhje të përfundojnë. Po, ekziston një përshtypje e zotit Kurti që qytetarët e Republikës së Kosovës janë të gjithë analfabet dhe nuk marrin vesh dhe nuk kanë bamendje të asaj që ka ndodhur deri sot. Sepse deri sot kanë qenë 2 mënyra për me zgjedh president të Republikës së Kosovës, përmes konsensusit të plot, si në rastin Jajaga, edhe përmes marrëveshjeve politike, siç është zgjedh zoti Thaçi, zoti Rugova, zonja Osmani kështu me radhë. Pra ekzistojnë 2 rrugë për të bërë president në Republikën e Kosovës. Dhe zoti Kurti shpiku rrugën e tretë, atë të garës. Pra mbrëm u përshfaq ajo që gjatë gjithë kohës e ka fshehur. Në të gjitha takimet me lider politik, Kurti nuk ka dash zgjidhje, nuk ka dash president sepse presidenten e ka Albulena Agjiun. Momenti që ajo është bë ushtrues detyre, Albin Kurti të gjithë më pas ka qenë veç instalacione politike për të fajsuar të tjerët dhe për të viktimizuar në mënyrë që të krijojnë një narracion të ri për zgjedhjet që neve na presin.